Komentuesi thotë unë gjitha pajisjet, lavatriçe, budalliqe thotë i blej në Greqi. Tani unë kam një pyetje për ju. Por kur i bleni këto madhra që i bleni, ose nuk kam bler ndonjëherë pajisjet mëdhaja, domethënë elektroshtëpiake ose domethënë këto produktet ose mobilje gjëra nuk kam bler ndonjëherë jashta. Si funksionon çështja e importimit, sepse paguhet dogana. Sepse nëse ti për shembull e merr, po ju jap një shembull dhe komentoni pak se si funksionon. E zëm nëse ti merr supozojmë një sovë ose një lavatriçe, po marrim ose një frigorifer, marrim një frigorifer. E zëm frigoriferi kushton 500 euro. Tani për ta sjellë në Shqipëri, sa lek ekstra duhet paguash? Sa paguni ekstra, sa është dogana? Datë levërdis, sepse nëse ti pagun 500, pastaj duhet paguash edhe 200 euro dogan, mos është shumë. Do ma shpjegoni pak këtë pjesën ju që keni bler produkte jashtë. Nuk po flasim për produkte kozmetike, se ato janë lirë, se produkte kozmetike kam bler edhe unë, por nëse keni bler për shembull pajisje në Greqi ose edhe në Kosovë, ju që keni bler pajisje nga Shqipëria që i bleni pajisje në Kosovë, sa paguani dogan? Si funksionon çështja e doganës? A më lini pak komente se jam më interesuar për këtë pjesën, ta di se nuk ja kam idenë. Të paktën mos blejmë pajisje në Shqipëri, ato që na priqen shkojmë ti blejmë në Kosovë ose ti blejmë në Greqi ose diku tjetër. Si funksionon kjo pjesa e doganës? Sa paguhet dogan? Po patot mundësi më lini pak komente. Tregoni çik eksperjencat tuaja si keni, se jam shumë e interesuar.